atëherë vijoj me intervistën, siç e thash, gjykata e Durrësit mori vendimin që autori i aksidentit të lihej në burg. Sa vite rrezikohet? Domethënë, sipas parashikimeve të kodit penal, çfarë parashikon si vite dënimi, domethënë? Vendimi i gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, i cili vendosi të linte në burg, pra vendosi masën e sigurimit të rreth në burg ndaj drejtuesit të mjetit që shkaktoi aksidentin rrugor, ku humbën jetën 2 të mbitur dhe u plagos një mbitur tjetër. Është një vendim i pritshëm për sa i përket anës ligjore, për shkak sepse veprat penale ose veprat penale që rëndojnë mbi këtë person janë disa dhe kanë dënime shumë të rënda. Vepra më e rëndë penale që rëndon mbi të është ajo e parashikuar nga nimi 290 paragrafi 4 i kodit penal, që titullohet shkelje rregullore të qarkullimit rrugor. Sipas këtij paragrafi, kërkohet si pasojë e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor të ketë të paktën 2 persona të plagosur rënd ose të vdekur. Në rastin konkret, pasojë ka ardhur që janë 2 persona që kanë ndruar jetë, pra që kanë vdekur, dhe është plagosur rënd një fëmijë tjetër. Kjo dispozit, pra kjo vepër penale, parashikon një dënim nga 5 deri në 20 vite burg. Normalisht me pasoja shumë të rënda që kanë ardhur nga ngjarja përkatëse, dënimi duhet të afrohet nga kufiri maksimal i kësaj vepre penale, pra rreth 20 vite burg. Në të njëjtën kohë, mbi autorin rëndohet edhe 2 vepra të tjera penale. Ajo e parashikuar nga neni 291 i kodit penal, drejtimi i automjetit në mënyrë pa rregull, pra konkretisht ai ka rezultuar që ka qenë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, sa është deklaruar në media, masa e alkoolit ka qenë 0.7 gram për litër, që quhet që ka kryer këtë vepër penale, sepse ka kaluar masën mbi të cilën mban përgjegjësi penale për drejtimin e automjetit në mënyrë pa rregull, dhe kjo dispozit parashikon një dënim deri në 3 vite burg. Po ashtu ka dhe një vepër të tretë penale që rëndon mbi të, që është largimi nga vendi i aksidentit, e cila dënohet deri në 1 vit burg. Pra kjo është pozita penale e tij dhe vendimi i sotëm që u la në masën e sigurimit arrest në burg ishte vendimi i pritshëm, nuk ishte si gjykata të vendosë ndryshe. Mendoni që tek pjesa e dënimit të tij mund të ndikoj pak edhe po themi dënimi i opinionit, siç vepron, sepse kemi vënë në re që ndonjëherë këtu nuk po justifikoj fare, domethënë pjesën e personit dhe rastit, por shpesh ndonjëherë kur ka ngjarje me reagim shumë të madh publik, zakonisht këtu janë masat më pas më të ashpra për autor të veprave të ndryshme penale. Mendon që reagimi i madh publik mund të ndikojë më pas edhe në një maksimalizim të dënimit të tij, duke qenë që po parashikohen edhe ndryshime në kodin penal edhe në kodin rrugor, megjithëse ligji nuk ka efekt prapaveprues, por që domethënë mendoj që duke qenë që ka reaguar edhe politika mund të ketë një maksimalizim të dënimit të personit. E shihni kështu? Normalisht gjykata duhet të nënshtrohet vetëm ligjit dhe jo opinioni publik apo presionet të ndryshme. Kjo është baza e një procesi penal. Dhe ajo që duhet të mbajë parasysh gjykata është cila është dinamika e veprës penale, cilat janë rrethana lehtësuese dhe rënduese. Normalisht dyshohet që vepra penale ka ndodhur në rrethana rënduese që duhet mbajnë parasysh. Pra gjykata duhet marrë parasysh situatën përkatëse ligjore dhe jo presionin publik që jo gjithmonë është në lidhje me ligjin. Kështu që unë mendoj që gjykata duhet të analizojë situatën përkatëse. A do t'i nënshtrohet presionit publik ose jo, kjo ngjerë për të parë, po edhe sikur të mos ketë presion publik në të rast, mendoj që dënimi do të jetë i madh sepse të tilla janë kushtet në të cilat kanë ndodhur vepra penale dhe të tilla janë pasojat që kanë ardhur nga kjo vepër penale. E qartë. Si e komentoni faktin që ditën e djeshme familjarët e autorit janë larguar nga lagja ku ai banonte? Pas aksidentit edhe në fakt pas reagimeve të shumta të qytetarëve, të cilët në fakt në intervista të ndryshme u shprehën që ai ishte problematik dhe ishin raste të përsëritura. Mendoni që ka qenë një kërkesë e tyre apo ka qenë një masë nga autoritetet për të parandaluar ngjarje të tilla si akmarrja? Nuk e dim e vërteta si ka qenë largimi i tyre, pra ka qenë kërkesë e tyre apo e organeve përkatëse, mund të kenë qenë të dyja që kanë kërkuar të njëjtën gjë, pra si familjarët e personit që ka kryer aksidentin, po ashtu dhe institucionet përkatëse kanë vlerësuar që për shkak të ngjarjes shumë të rëndë dhe pasojave shumë të mëdha që solli kjo ngjarje,
mund të ketë rrezik që të ketë një ngjarje të tipit të gjakmarrjes, pra ku të dëmtohet ose të vriten ose të ketë dëmtim të shëndetit të familjes së autorit, dhe janë marrë masa për të larguar duke marrë parasysh faktin që si familja e personit që kreu aksidentin, si familja e fëmijëve që ndruan jetë apo që u plagos nga ky aksident jetojnë në të njëjtën lagje. Dhe mendoj që institucionet përkatëse, po ashtu dhe familja ka vepruar mirë, sepse normalisht to janë momente shumë të ngarkuara emocionalisht për të gjithë ata që e dëgjojnë këtë lajm, jo më për familjarët që e kanë vuajtur vetë dhe normalisht ngarkesa emocionale është shumë e madhe. E qartë. Duke parë pamjet edhe të gjyqit që u zhvillua sot, mund të bëni pak një analizë, le të themi edhe nga ana ligjore edhe nga ana pak psikologjike për gjendjen e autorit, duke qenë që edhe në deklarata të tjera është shprehur mjaft i penduar, duke thënë që edhe tani unë meritoj vetëm që të vritem, më vrisni. Si e shikoni, domethënë, këtë situatë? Për të arritur në konkluzionin që një autor i dyshuar apo një autor i veprës penale kur provohet që është ai është penduar ose jo nga vepra penale, mjafton të shohim faktin e pranon apo nuk e pranon faktin. Pra e pranon që e ka kryer apo nuk e pranon që e ka kryer veprë penale. Dhe rezultoi që ky person e ka pranuar këtë fakt, pra që në momentet e para nga lajmet që dolën në media, deklarimet e tij ishin të tilla që kishte kërkuar që ta vrisnin, normalisht diçka të smundë ndodhi sepse shteti funksionon në bazë të ligjeve. Dhe po ashtu dhe nga pamjet që u shpërndan sot në media gjatë seancës për vlerësimin e arrestimit dhe caktimin e masësigurimit ndaj tij, duke si një person i penduar. Normalisht kjo nuk e çbën ngjarjen e madhe që ndodhi dhe me pasoja shumë të rënda, por kuptohet çdo njeri normal që do të ishte në ato kushte, do të ishte i penduar, duhet të kishte një mas shumë të madhe anormaliteti që do mos ishte i penduar një personi i ndodhur në ato kushte. E qartë. Mendoni që domethënë tani po ju pes edhe si ekspert i ligjit, si avokat, a mendoni se shtrëngimet në kodin penal edhe në atë rrugor do t'i kufizonin numrin e aksidenteve apo shkeljet? Apo mendoni se duhet të ketë një zgjidhje tjetër? Kodi penal parashikon përgjegjësinë penale, pra çfarë dënimi penal kanë personat që kryejnë vepra penale. Unë mendoj që kodi jon penal në raport me vepra penale që lidhen me aksident rrugore ose me qarkullim rrugor parashikon dënime relativisht të rënda. Në rastin konkret po flasim dënime që shkon deri në 20 vite burg dhe nuk ka një njeri normal, askush nuk mund të quajë dënim të vogël 20 vjet burg, pavarësisht pasojës e cila është shumë e madhe. Pra, askush kur mendon që nëse shkel rregullat e qarkullimit mund të marrë këtë mas, nuk do të kryente nëse vërtet mendonte që nga veprimet do të vinin këto pasoja. Po ashtu ka edhe drejtimi automjetit në mënyrë pa rregull, pra në gjendje të dhënë dënohet dhe në 3 vite burg, kështu që mendoj që dispozitat penale parashikojnë dënime relativisht të rënda. Për sa i përket kodit rrugor mund të rishikohet duke vlerësuar cilat janë kushtet për t'u pezulluar patenta personave të cilët shfaqin rrezikshmëri për shkelje që kanë shumë rrezikshmëri për sjelljen e pasojave. Kodi rrugor, siç e tham, parashikon shkeljet administrative që lidhen me masën e gjobës dhe me pezullimin e patentës dhe mendoj që kjo mund të rishikohet. Megjithatë, për sa i përket aksidenteve, ne duhet ta shohim problemin që në thelb. Së pari duhet të fillojmë me sensibilizimin e të gjithë ne që jemi drejtues mjete. Duhet jemi të vetëdijshëm që mjeti, siç është një një mjet që na shërben për të kryer të gjitha ato punët tona, është dhe një armë shumë e rrezikshme që mund të shkaktojë dhe mund të marrë jetë njerëzish. Më pas duhet të kërkojmë nga organet përkatëse të na ofrojnë infrastrukturën e nevojshme që të ketë një siguri sipas standardeve europiane, pra rrugët duhet të jenë të standardeve shumë të mira për të ulur mundësinë e aksidenteve dhe institucionet përkatëse të cilat kanë për detyrë të verifikojnë shkeljet të parandorën e aksidentit, siç është policia e shtetit, të jenë shumë korrekte në raport me zbatimin e detyrës së tyre. Edhe doja t'ju pyesja edhe sa i përket në fakt një hetimi që ka nisur AMP,
e cila pas denoncimeve të përsëritura të banorëve ditët e fundit në media, të cilët kanë thënë që ne e kishim raportuar më herët personin si problematik, kanë këmbgulur që kanë bërë më herët edhe denoncime, AMP ka nisur një hetim mbi punonjësit e policisë së Durrësit. Atëherë si e shikoni këtë mas? Ne kemi diçka në Shqipëri që gjithmonë që ndodh një ngjarje e rëndë, atëherë i fillojnë hetimet të institucionet përkatëse. Në rastin konkret, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po verifikon me sa duket nëse ka punonjës të policisë të cilët kanë verifikuar faktin që ky person kryente shkelje dhe kishte rrezikshmëri në raport me mjetin e tij dhe nuk kishin marrë masa për t'i pezulluar lejen e drejtimit apo për ta ndëshkuar atë administrativisht. Së pari duhet verifikuar a kanë qenë të verifikueshme këto situata apo pretendime të ndryshme dhe së dytja kanë përgjegjësi punonjësit e përkatës të policisë. Megjithatë, unë mendoj që ne nuk duhet kujtohemi mbasi ngjarja e rëndë ka ndodhur. Pra, institucionet përkatëse duhet ta fillojnë punën e tyre pa ardhur pasoja. Sepse ngjarjet ngjashme kishim edhe në momentin që ndodhi një ngjarje ku u vra një person pranë aeroportit të Rinasit, dhe në atë moment ka filluar dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore hetimin. Pra ne duhet ta fillojmë hetimin apo parandalimin e këtyre ngjarjeve para se ato të ndodhin. Pra po thoni që kjo nuk do të sillte në një dobi, përveç faktit të mbajtjes së përgjegjësisë. Nëse ka. Unë mendoj që arsyeja pse ka nisur ky hetim është në një farë mënyrë për shkak të presionit shumë të madh për ngjarjen që ndodhi. Pra për të justifikuar faktin që ne po bëjmë diçka në raport me këtë që ndodhi. Kështu që kjo mendoj që është arsyeja pse ka nisur ky hetim. Por në fakt fillimisht besoj që duhet të shikohet edhe nëse këto denoncime janë regjistruar apo nëse ata i kanë bërë vërtet në kuptimin në rrugë zyrtare, sepse mbase mund të kemë pasur pretendime, por këto ju takojnë organeve kompetente më pas. Hetimi i kësaj çështje, pra po flasim për shkeljen e pretenduar të punonjësit të policisë, është kompleks sepse së pari duhet verifikuar a ka pasur ankesa siç pretendohet nga banorët dhe së dyti përveç se duhet verifikuar a ka pasur ankesa, duhet verifikuar a ka pasur shkelje nga ana e punonjësit të policisë. Pra në moment që ka marrë ankesa, a kanë pasur mundësi për të identifikuar shkeljet e mundshme të këtij personi, sepse pavarësisht kësaj që ndodhi, çdo punonjës policie nuk mund të procedojë administrativisht, pra të gjobisi një person apo një drejtues mjeti pa u provuar shkelja e tij. Pra, është çështje komplekse, mendoj që së pari duhet të verifikuar ankesa dhe a kanë pasur mundësi reale punonjësit e policisë për ta verifikuar dhe për ta mbikëqyrur shkeljen përkatëse. Ajo që ka dalë në media është fakti që ky person ka pasur shkelje të ndryshme, pra është gjobitur dhe është ndëshkuar administrativisht nga ana e policisë së shtetit dhe ka pretendime që këto ndëshkime janë shumë të lehta. Kjo është diçka e verifikueshme, pra duke parë llojin e shkeljes dhe llojin e ndëshkimit mund të verifikohet që është zbatuar ligji ose jo nga punonjësit e policisë që kanë pasur për detyrë për ta gjobitur.